Departamenti i efikasitetit të qeverisë në Shtetet e Bashkuara, i cili udhëhiqej nga sipërmarrësi Elon Musk, ka rreshtur se ekzistuari 8 muaj pas përfundimit të mandatit të tij. Scott Cooper, drejtori i zyrës së menaxhimit të personelit, pohoi se Dodge nuk ekziston më. Kjo u raportua nga disa media ndërkombëtare duke cituar Reuters. Cooper u shpreh se Dodge nuk është më një entitet i centralizuar. Shumë nga funksionet e ish agjencisë tani janë marrë përsipër nga zyra e menaxhimit të personelit. Fill pas marrjes së detyrës, presidenti amerikan Donald Trump pati njoftuar një sër masash për të reduktuar qeverinë dhe për të luftuar burokracinë. Mes të tjerash, ai krijoi Dodge me një urdhër ekzekutiv të nënshkruar që ditën e parë në detyrë pas kthimit në shtëpinë e bardhë dhe ngarkoi Muskun me mbikëqyrjen e punës së saj. Deklarata e sotme konfirmon dyshimet se Dodge ishte gati të mbyllte dyert, dyshime këto që kanë qarkulluar shumë kohët e fundit, sidomos duke pasur parasysh ftohjen e marrëdhënieve mes Trumpit dhe Muskut. Largimi i tij shënoi fundin e një kapitulli që përfshiu me mira pezullime nga puna, mbylljen e disa agjencive qeveritare dhe një sër padish. Elon Musk përplasej her pas here me zyrtarë të tjerë të administratës Trump, të cilët e konsideronin të padëshiruar përpjekjen e tij për të ndryshuar strukturat e departamenteve të tyre.